Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë të angazhuara në të gjitha aspektet në Kosovë. Kështu shpreh ndihma sekretari amerikan i shtetit për Evropën Daniel Fried. Zyrtari i lartë amerikan thekson se suksesi ekonomik i Kosovës do të varet nga ato që do të bëjë qeveria e saj dhe jo nga kundërshtimi i vendeve që nuk e pranojnë pavarësinë e Kosovës. Por fillimisht në intervistën për Zërin e Amerikës, nën sekretari i shtetit ndalet tek marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Warm and we are very Marrëdhëniet janë veçanërisht të ngrohta. Ne përshëndesim qeverinë e Kosovës për arritjet e saj që pas shpalljes së pavarësisë, siç ishte miratimi i kushtetutës, si dhe duke vazhduar me miratimin e ligjeve sipas Pakos Hadisari, si dhe duke marrë masa që Kosova të jetë shteti i gjithë banorëve që jetojnë aty. Ndërsa Bashkimi Evropian po zëvendëson mikun, çfarë roli do të luajnë Shtetet e Bashkuara në të ardhmen? A do të vazhdojnë Shtetet e Bashkuara të jenë të angazhuara dhe si? Absolutely. We have been engaged in Kosovo since before 1999, but especially afterwards. We helped steer through the diplomatic process of Kosovo's independence. We're proud of that. Absolutisht. Ne kemi qenë të angazhuar në Kosovë që përpara 1999-s, por veçanërisht më pas. Ne kemi ndihmuar përmes procesit diplomatik të çojmë Kosovën drejt pavarësisë. Ne jemi krenar për këtë dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë të angazhuar në të gjitha aspektet. Trupat amerikane janë pjesë e misionit të NATO-s. Aleanca do të qëndrojë në Kosovë për sa kohë që të nevojitet. Amerikanët do të marrin pjesë në misionin e ardhshëm të EULEX-it. Kjo është era e parë që e bëjmë një gjë të tillë. Çfarë ndikimi do të ketë për të ardhmen e Kosovës kundërshtimi i Rusisë për pavarësinë dhe anëtarësimin e Kosovës në OKB? Well, I regret very much that Russia has not played a constructive role. I don't think they have. Ne na vjen keq që Rusia nuk ka luajtur një rol konstruktiv. Ky qëndrim rus ka shërbyer për të forcuar krahun radikal serb. Por në të ardhmen afatgjatë nuk mendoj se do të ketë ndikim të madh për të ardhmen e Kosovës. Ekonomia e Kosovës do të varet nga qëndrimet dhe masat që do të marrë vetë qeveria e Kosovës dhe biznesmenët e Kosovës, dhe jo nga çfarë qëndrimi do të mbajë Rusia. Konferenca e donatorëve në Bruksel ishte një sukses i madh, duke siguruar rreth $2 miliardë ndihma. Ky është një fillim i mirë. Tani i takon qeverisë të zhvillojë infrastrukturën, të tërheqë investimet e huaja dhe të vërë në lëvizje ekonominë. Sa më fort jetë Kosova, aq më pak të afta do të jenë forcat e jashtme për të shkaktuar probleme. Këto janë qëndrime shumë optimiste. Optimist nëse qeveria e Kosovës bën atë që duhet bërë. Çfarë duhet të bëjnë ata, pasi Kosova ka shumë sfida përpara? There sure are. We know something about how a post-communist. Padyshim që ka. Ne kemi përvojë se si mund të zhvillohet një vend komunist. Duhet të krijohet së pari infrastruktura bazë e një shteti modern. Nuk e kam fjalën këtu vetëm për rrugët, por për ligjet dhe investimet, për mos ekzistencën e korrupsionit në sistemin bankar, krijimi i shërbimeve financiare, e drejta e pronës, drejtësi e paanshme. Investimet do të vinë, por nëse ka korrupsion, në vend do të qëndrojnë vetëm parat e pista dhe njerëzit do të vazhdojnë të jenë të varfër, ndërsa kriminalët të pasurohen. Nëse krijohet një klimë shëndosh biznesi, nëse ekziston një klimë shëndetshme investimi, njerëzit do të kenë punë dhe vendi do të zhvillohet. Të qëndrojmë tek Mitrovica, ky rajon de facto është ndarë. A mund të bëhet ajo pjesë e Kosovës? This is going to take a long time. This didn't start yesterday. Do të duhet kohë gjatë. Kjo nuk filloi dje. Filloi me 1999. Dhe do të duhet durim dhe vetë përmbajtje, por po ashtu këmbgulje nga qeveria e Kosovës dhe nga EULEX-i. Ndarje të Kosovës nuk do të ketë. Duhet ta bëj të qartë këtë. Kjo nuk do të ndodhë. Të mos harrojmë se shumica e serbëve në Kosovë jetojnë në jug të lumit Iber. Pra, ideja e ndarjes është e kotë. So the idea of partition is just foolish. Por në realitet ndarja ka ndodhur. Well, there are problems in the north. But the stronger Kosovo is, padyshim që ka probleme në veri. Por sa më e fortë të bëhet Kosova, aq më e fortë do të jetë tërheqja gravitacionale drejt saj. Mendimi im është se serbët në Kosovë mund të mos kenë qenë entuziast për pavarësinë e Kosovës, por ata duan të jetojnë jetën e tyre.
dhe shumica e tyre do të preferonin të kishin organizatat e tyre lokale dhe të vazhdonin jetën. Nëse qeveria e Kosovës i afron ata dhe parandalon radikalet dhe gjakxetët nga shkaktimi i trazirave, ndërsa komuniteti ndërkombëtar vë gjithnjë në kontroll kufit, dhe nëse mbajmë shkaktarët e tjerë të trazirave jashtë, gjendja do të përmirësohet. Other kinds of troublemakers out, I think over time this will improve. Çfarë ndikimi, çfarë roli luan Kosova në marrëdhëniet e Amerikës me Serbinë? Well, we would like to see Serbia have a European future. Ne duam që Serbia të ketë një të ardhme evropiane. Ne nuk ushqim ndjenja dashakeqe ndaj Serbisë. Serbia duhet vendos vetë se çfarë dëshiron. Ajo mund të zgjedhë të ardhmen evropiane dhe në një rast të tillë do të jepet gjithë ndihma që i duhet. Ose ajo mund të zgjedhë të eksportojë trazira, siç ka ndodhur në të kaluarën, që do të pritet me rezistencën e duhur. I takon Serbisë të bëjë zgjedhjen. Ne shpresojmë që ajo do të jetë pro-Evropës. Edhe një pyetje e fundit, me gjithë këto zhvillime që po ndodhin sot në botë, çfarë i mban Shtetet e Bashkuara të angazhuara në Ballkan? Cilat janë interesat amerikane atje? If the Balkans are in flames, nëse Ballkani përfshihet në lufta, Evropa nuk do të jetë e bashkuar e lirë dhe në paqe. Ne nuk mund të largohemi nga Ballkani dhe të pretendojmë se gjendja do të përmirësohet pa qenë ne atje të pranishëm. Ne provuam këtë një herë në vitet 90 dhe të gjithë dim pasojat. Ne duhet të qëndrojmë të angazhuar atje. Duam apo s'duam. Shtetet e Bashkuara kanë përgjegjësi globale. Ne kemi përgjegjësi në Kosovë. Ne do të punojmë jo për krah, por së bashku me partnerët tanë evropian. Së bashku ne do të ndihmojmë për ta çuar gjithë këtë rajon, gjithë Ballkanin në Evropë.